Prishtinë. Faleminderit shumë, zonja dhe zotëri, një ka të përgëruar mirë mbrëma dhe një së dini, në shohë spektaklin tonë dhe t'juaje në Odan, mirë mbrëma, zotëri Naim Abazi. Mirë mbrëma të gjithë, mirë mbrëma Kosovë, mirë mbrëma Shqiptar, ku do që të jeni, nga do që të jeni. Ja ku jemi bashkë, jemi këtu në sheshin tuaj, jemi në sheshin e fjallës e mire, këngës e bukur, në Odan, në radio televizionin 21. E do t'jemi edhe sonë të shumë qka, do t'jetë një mbrëmje shumë e bukur në këtë vikend, në këtë të shtu në mbrëmje dhe nesër në mëngjes. Mund të imbyllni sytë dhe të flini rehat pas spektaklit tuaj në mënyrë që përsëri sa po të zgjoni jeni me spektaklin tuaj Odeon. Ku do t'ketë shumë qka, do t'ketë këngë, humor, do t'ketë mysafir të veçantë, gjëra të bukura, përvoja interesante e kështu. Është një armate tërë, prapa kamerave, para kamerave, në skenë, edhe prapa kuintave, gjithandej është spektatori, telespektatori që të gjithë përbëjnë një armate tërë, që bëjnë gjithçka që kjo e shtun të jetë sa më e bukur për ju. Në mënyrë që ti harroni hallët, problemet, edhe të kaloni sa më bukur në një mbrëmje argëtimi, që në krejt përmbajtjen që ngërthën në vete shumë qka të bukur nga humorin, nga kënga, nga biseda e kështu më radhë. A ki në i pullë më të nalë, pak? Që ngërën bukur, që nke veshur mojmet. Më ka thonë plumi jo më vesh si puding. A si puding? Po, si puding. Sa jo të rritë me puding. Djallë hasreti. Po, kompliment ko marë. Mule merë qumë shtin. Mule pudingur, duke mule këto. Duke paralajmëru një duet të bukur, që së shpejti do të lansohet me videoklip, një bashkëpunim të bukur, unë edhe Benito. Benito, po, edhe kemi realizu videoklipin, shpresojmë që së shpejti ta lansojmë edhe në kanalin e YouTube-it, kështu që do t'jetë një këngë e bukur verore. Hip-hop, po. R&B. Po, këngë moderne. Me rap e me. Benito që është të vërteta ka qenë artist gjithherë, ka qenë pjesë e spektakleve tona në ato vallëzimet e bukurat të grupit Future Step, të cilat për fat keq nuk përsëritën më, e që ishin të jashtëzakonshme. E që e përshëndesim Benito edhe suksese për këngën. E paralajmërojmë këtë duatuajnë. Në këtë skenografi tër glamour, mu më ka regullu zoti kështu. Edhe mu më ka regullu zoti edhe vetja. Po, bukur shumë. Do të vinë ato që për çdo javë, na sjellin gazin, humorin, në shtëpitë tona, përmes alegorisë, satirës, sarkazmese, të gjitha, po mbi të gjitha, jetën tonë e vën në atë nivel të cilës sido që të jetë i buzëqeshim, bile i buzëqeshim me zemër e me shpirt, sepse janë ato që e bëjnë këtë gjë. Artistët e humorit, Dada Hyr dhe Kulja. Po din për i ra. Edhe asi, a din të ishin asi strawberry. Kishe drivë. A strawberry. Najmë që shjënajmë. A ju mirë. Po që, a ju Kulja del si qërshi gjithë? Unë qërshi pa ajo strawberry. Po Po shkelqen krejt. Dët. Njone, po na vizlojmë, na bujmë Mone se po na bëni me morre. Kuku, t'ju kalzoj diçka. Dhe le me kullën me shëti se unë drejt shkoha, dhe në nëzete, hajtë po bëjna do kërua që aty, kur na tu heth, ti shnol nga një polici që shtët, edhe veç në këshyrke edhe keshke. Driqë një. Driqë, na vishtu këshyr keshim, s'ka nevoj mjanis me full. U tha, ku më dole të asi me pa ju thirë me telefon. Më le tha pim ka i kafe, të flasim të shtina për halk, e të keshim të knoqëm pak. Tash pa i ty dhe me njëherë, ga një hajde. Kur tu afrua të kafi që për shofim kita unë në kënej, njësia speciale, po na i ke diçka, dhe në detyrish. Tash o gani që ta të tha, po, tash gani, njësia speciale, edhe fëmit e bia e kanë veç një qëllim. Ta qka ashtu thash me ta bo shpin luk. Ullëm që aty kafe që kërë folë të bo latë, kërë për thëtë.
Oj, kule mëri ti që dënë futbolin kom haru me t'kallëzu diçka. Tha, kur ke luja dit. Po? Et nesër më tha shkova ka stadioni. Kur të hec aty një plak me 2 fasë zi. Po hec, ajo hop, dhe për bindo pare. Pa frona unë për marrë ato pare, për thëmë luke, që se të ronë paret, ajo për kesh, hi. Thash, Allah i laki të thesin pare e kia. Tha, po. E ku i more? Tha, po nga stadionit, tha, unë e kom shpin. E keq që i këqëshin lujen, vishin në bërë tamin më pëshur. E t'in ziri do gërshon që i ka që, e t'ju dalë për para. 20 euro ja ta këpës. Dritë që njëherë, tha, po të paskaron me në fort mirë, pas ke bu pare, po e kitë vezin tjetër qaki, po tha ka posë dhe se që s'ka ndosh me pagu. Po ka urën, tha, e kom posa ditën me punu në gjykot. Po. Tha, ta man, tha, në gjykot, po rina, tha, kur, tha, rasti i por, tha, po hin njoni, tha, veç vetë. Pja bona i gjykot që kështu, a i tha vetë. Po, tha, a bon, tha, me ma të reguar synë, tha, pëse të le avokati. Tha, o zoti gjykat, tha, momentin kur e ka marrë vesh që une nuk i kom vjedhë që ato 5 milion, tha, më kalon. A kjo ti të rëmë shtivi me kjerë. Pja bën gjykaci, qysh më re ki vjedhë bankën, pse ki vjedhë? Kjo tha që, ani pse? Po banka e para faja ka nisë. Zafirisht pa faja nisë. Po dhe? Tha, janë nësën tha roset e ndomje, sa din. Tha, kur pja bën, tha ishin bure, gru dhe ishin mudo, pja bën gjykaci, tha zoj, tha, bën tha me ditë, pse po doheni tha me burin e juj? Ajo po zoti gjykac, kë tha pinjek, tha femna të huja, kur a i buri pej kërnerit, jesh zoti gjykac, tha përren, unë e pim ledhe, tha kjo pinjek. A kuj me keq që kjo? A po, Pja bën gjykaci. Zoj, pse po dëni më nda? Tha se kjo tha mu gjithë më zëzot gjatë seksit. Tha qysh? Po tha më thirë në telefon e më vetë gjithë ku je. Qatë here. Po dhe, bashkë në punë, në zavolli matë matë. mu kesh, ke tha, e denoj, tha, njonin, tha, dhe tha, nava, porina, adin, kur pe a bën gjykaci, tha, më falë, tha, me të pyt, a bën, tha, veç me di, tha, pse e vrove doktorin, e kishë vroj doktorin. Pa, o zoti gjykaci, tha, qësh mus me vro, tha, mi dha veç 2 mujdet jetë. Po, tha, po, në ti dhash 30 vjetë burg, e që, tha, peshe 30, që? Nuk më kesh dhe kjetë gërën pasë badalice. Pja bën gjykaci. Zoj, më falni, pse kini rretha burin, tha, me palisë të bejsbollit? Ajo, tha, se kom rretha, këtë tha, më kalu, tha, me lujt me ta, tha, edhe unë pa hiri, tha, ja kom shu. Tha, pa hiri, tha, 28 hera. Po, normal, tha, kur si din regullat e lujës. I kjetë i shonë, mu do me gru, zoti gjykasa, une nuk më i mo. Për ditë, tha, ka 2 herë, tha, më re gruja. S'po di qa me bo. A i gjykasi me ngus pak. Ja ka bo, po qa me bo, tha, jo grua. Tha, qaq, ka pos mundësi, tha, ma shumë nuk mënës. Edha i shuk i ganis të ngoj. Të ngoj që ke po. Të ngoj që ke gania. Ej, ku je të shku me gnalu qakin sy, që atu ka ma vi syni? A i tha, jo më re, tham për një femën. Ta me kën, ta me grun. E tja desë ke me E kom një dost një farë Viktor Hugo, thët, e qeshura është djeli që dhe bon dimrin nga ftyrat e njeriut.